Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po vazhdojmë të takohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Jam i lumtur, jam i kënaqur që jam pranë jush me komentimet e mia dhe dua të shpreh falënderime të veçanta ndaj të gjithë artistëve, por konkretisht ndaj bashkëshortit Fifit, i cili kishte vlerësuar komentimin tim dhe e kishte nxjerrë në profilin e tij në Instagram. Faleminderit shumë. Egli Tako do të nisim me këtë ngjarje, pasi që është ngjarja më e fundit, më e komentuara, ngjarja më shumë që ka ngritur, domethënë, në komente tek publiku shqiptar, nxori këngën e saj Jetë, një këngë që në fakt u prit me shumë kureshtje nga publiku shqiptar. Unë e pata thënë edhe ditën e djeshme, them edhe sot. Kënga për vetëm 18 orë ka arritur gjysmë milion klikime, që nuk kupton brenda 24 orësh kënga do të merë 1 milion klikime, 1 milion shikime. Kënga Jetë është një këngë e punuar me shumë dashuri, është një këngë e punuar me shumë përkushtim dhe është një këngë që brenda saj mban shumë pikpyetje. Këngën e ka punuar Fifi. Fifi zakonisht, unë e kam thënë edhe herëve të tjera, po e them dhe tani, do i bëjmë një analizë më të detajuar sot këngës. Gjithmonë ka qenë shumë e thellë në mendimet e saj, gjithmonë ka qenë shumë e thellë në tekstet e saj dhe ka qenë vështirë e kuptueshme për mesazhin që ka dashur ta jep. Unë them artist me plot kuptimin e fjalës, janë ato artistët të cilët në veprën e tyre gjithmonë lanë një pjesë enigma, do të thënë gjithmonë lanë një pjesë të pakuptueshme që gjatë gjithë kohës çdo njeri të mundohet të gjejë veten e tij në formën e tij. Ç'në kupton kjo? Tani kënga Jetë nuk është një dedikim. Dedikim do të ishte një këngë në momentin kur i kushtohesh te një njeriu nga fillimi në fund. Por dedikim nuk mund të jetë Egli për faktin sepse Egli nuk është se është lidhur me Gjestin, i kanë premtuar dashuri njëri tjetrit edhe janë ndarë. Ato të dy nisën një diçka në Big Brother të pa finalizuar, vazhduan jashtë Big Brotherit, po e bëjnë këtë punën jashtë Big Brotherit. Unë jam shumë i bindur që ato të dy janë në komunikim dhe kanë kontakte, sepse vetë forma është e atill, po tani dua të analizoj këngën, nuk dua të flas për çiftin, dhe thjesht kënga ka një distancë, domethënë ka një dhimbje në fillim, ka një lëndim të madh, domethënë të paktën pjesa e parë e tekstit është kështu: më lëndove, më godite, nuk e prisja nga ty, të besova shumë, u dha shumë për ty. Këtë mesazh ka kënga në fillim. Pastaj pjesa e dytë, ku është pjesa e thyrjes të këngës, që është unë përsëri kthehem tek ti dhe zemra më shkon tek ti. Domethënë, nuk ka një ndarje të finalizuar kënga, nuk ka një ndarje të finalizuar, por ka një lëndim, ka një inat, ka një zënkë, ka një grindje, kështu le ta quajmë, do të thënë çifte që duhen shumë grinden për gjëra të vockla edhe mund të ndahen 15 herë në ditë, edhe pastaj gjithmonë ka një pajtim dhe zemra më çon prapë tek ti. Unë kështu e lexova këtë këngë, kështu e shoh. Do të thënë Fifi ka bërë kombinimin mes vujtjes dhe lumturisë dhe dashurisë, por edhe mes këtij fenomeni që unë e dua një djalë, pa marrë parasysh se çfarë mua ideali më bën, unë prapë kthehem tek ai ideali. Do të thënë, këtë mesazh e kishte kjo kënga. Tani në qoftë se do t'ja kushtojmë Gjestit, mendoj se është një rrugtim i përfshirë nga njohja tek situata që kanë kaluar, tek përfundimi i tyre, tek lidhja mes xhelozisë, luftës në dashuri dhe përsëri që nuk mund të qëndrojmë pa njëri tjetrin. Domethënë, këtë mesazh e kuptova unë, por më duhet ta citoj edhe një herë. Tekstet e Fifit nuk janë tekste të thjeshta, nuk janë tekste bosh. Është artiste me shumë botë, është artiste me shumë dimension dhe domethënë tekstet e Fifit gjithmonë përmbajnë mesazhe të forta. Dhe pikërisht ajo që duhet vlerësuar në këtë këngën, duke u bazuar me këngët e tjera që nxjerrin artistët, unë e them dhe e kam thënë gjithmonë. Këngë është ajo që mban tematik, ku sot fatkeqësisht në ditët e sotme këngët me tematik kanë filluar të shuhen. Këngë që brenda mban histori.
Dhe kënga e Egli Tako, e punuar nga të gjithë këto personazhe që ne kemi përmendur të paktën ditët e fundit, është një këngë që ka një fillim, ka një mes dhe ka një mbarim. Domethënë në këtë 3 minutazhin që është punuar, ka një film brenda saj. Domethënë ka një rrëfim, ka një histori që lidhet me guximin e femrës, që lidhet me depresionin, që lidhet me ankthin, por ku mund ta shohim depresionin, mund ta shohim te një gocë e ilustruar në fytyrën e Eglit. Domethënë është bërë një mini kombinim i të gjithë situatave që Egli ka kaluar në jetën e saj. Dhe fundi i kësaj gjës është me fenomenin që unë, sado që t'jem në shpirt e lënduar, sado që t'jem në shpirt e thyer, unë jam prapë fort, ashtu zbathur, me flokët e lagura, me fustanin e zi, sepse fustani i zi simbolizon dhimbjen, simbolizon trishtimin, simbolizon atë thyerjen shpirtërore. Pastaj kemi shiun, kemi lagështin që simbolizon jetën, simbolizon paqen. Kemi ujin që do me thënë është ai qetësimi shpirtëror, ku Egli shtrihet në liçen dhe është qetësimi shpirtëror. Pastaj kemi gjelbërimin që është parajsa, është bukuria e jetës që ka gjithmonë diçka më shumë. Do me thënë ka shumë horizont të gjerë kjo këngë, saq që unë e vlerësoj ndër këngët më të bukura të punuara të vitit 2025. Tani, duhet të dallojmë këngën për klikime, duhet të dallojmë këngën e cila ka histori. Dhe kjo këngë mbart histori brenda. Dhe cili është sekreti i kësaj këngë? Sekreti i kësaj këngë është kjo: ku çdo njeri po ta merr dhe ta dëgjon këngën jetë, dhe jo më kot është e titulluar jetë, sepse përfshin gjithçka brenda saj, sepse mund të titullohesh më lëndove, mund të titullohesh më godite, mund të titullohesh më vrave. Do me thënë, është jetë sepse përfshin gjithçka brenda saj. Dhe të gjithën këtë fenomenin ne e kalojmë në jetë. Tani, që do ishte një dedikim me patjetër, një artist me patjetër që frymëzohet njerë pikë së pari në jetën e tij, për të kaluar të merë frymëzim nga historitë të tjerëve, apo për të ndërtuar nga fantazia e tij, sepse kjo është një botë fantazish, për të ndërtuar një gjë shumë të bukur që ta pasionon publikun. Dhe me patjetër që do ketë edhe fjalë që janë përdorur në Big Brother, edhe dedikime që janë përdorur, sepse nëse Gjesti ka përdorur fjalën çokolada, që me patjetër i dedikohet Eglit, Egli ka përdorur fjalën jetë që i dedikohet Gjesti, por jeta simbolizon gjithçka, jetë simbolizon një personin që ti e ke në shpirt. Tani, edhe pak dhe mbyll. Tani çka ka të përbashkët kjo kënga me një këngë të Gjestit? Të përbashkët kanë shkrimet. Tani te kënga Ku je, nëse nuk jam gabim, te Gjesti ka shkrimet të njëjtit ngjyrë. Dhe kjo e ka po të njëjtën gjë. Do me thënë është një këngë shumë e bukur dhe unë ja kam bërë një analizë të detajuar në këtë formë me atë që unë e kam parë.